edhe botërore, a ke pas në herën këtu në Zyren apo teqen tonë, a ke pas në ai politikan, drejt kallzona. I kum pa në disa për ty? Qëre, teqja është privatësi, vlla sa të reje. Nuk muna do më thonë, pa dyshim që po. Unë e di që ti edhe shëran njerës. Me lejnë Allahu, se nuk shëre, pa me lejnë Allahu të bojmë rukje, bojmë ato, po kem pas për na këtu e runa shumë privatësi. A ka qenë ai kush për shërem, drejt kallza? Për zotin po, Kryeministri inshallah, kryeministri. Nuk guxoj me fal. Jo që s'guxoj, po këtu është Po edhe do të mberoj privatësi se jena të betun ashtu, se kush hin edhe kush del domethënë këtu nuk e edhe që kam fëmijë, domethënë kur të hin këtu në këtë teqe, nuk e kam unë fëmijë ata. Ose si këtë gjithë. Edhe armiku më martu, unë kam e vlerësu edhe domethënë kam u kanë sikur e vladi jam. Unë jam dielli për gjithëve, ne jam shërtorët popullit. Pse sheku i tem për shembull unë kam po nëse zgaboj, ke qenë për intervista pas emisionit që kemi bë bashkë edhe me dy shelirë tjerë për një fanxhore që demek pas ka ndodhur ty i kem shu një grus me shtraf sigar, kaçavidi thojnë ata. Demek tu e lut. Cilla është e vërteta burr? Se unë e di që ti nuk heziton me thonë të vërtetën se kam mik. Aty ka ndodhur një fatkeqësi. Edhe beso se drejë unë kanë pas tjera disa medjave për me dhanë kisë shajnë, po s'jom dhanë, s'jom shku. E di. Aqë respekt që kom ti edhe... Faleminderit shumë. U vlerësova shumë prej ti televizorit që më ki bo. Kom, moralisht kom bërgjë edhe për ato, kom qef të jap një spjegim për atë rast. Edhe du me të kalëzuj këtë detaje se qa është puna. Pa probleme, s'ka problem. Ishte viti shambull se tash ka kohë dhe nga kjeset... Po, s'ka problem viti, edhe për shpetit. 22-ta, 23-ta vete. Qa të afërsisht dikëm po? Unë shkruan Messenger Ton Borrelli. Dhe përshëndetje. Thash se detajt këtë nuk i di vesh afërsisht. S'ka problem, po. Dhe më thotë se i kom faktu, i kom telefon në gjithë. Po më qërë një video, grunë e ti, kom videon në usës ti. Tha, Allah për hirë të Allahot, ndimam se nusja jeme, tha, është shumë gjendje të keqe. Tha, a ka nevoj, tha, me që të doktorit, të mjeku, po, tha, qa është puna e nusës. Unë për ndryshe, të këtë qëta sheljerë që kom marë hilafet, ijazet, autorizim, do më thanë, ta shteqja të shtirë më bo teolog. Se nëse nuk mund është më bo teolog, mës hec. Se emën mund është me marrë letë si disa emën shë, po për me hi, me luftu e gjinin, për me luftu do gjana, është problem. Se sot e ki pa, jem bo si grup delësh, si kërë disa shëllerë, si kërë disa o gjallarë. Për shka kënë bo bërësin të rekate, për mos mi hongë ndoshta ujku, se s'ki nevoj, hec vetëm, a ki Allahon, po mu mjaftër, mu s'kam nevoj me him bërësi të rekatëve, se ku me him, mu shku mu mnjoft. Unë do më njoft me Allahon, s'do më njoft me asë kënë, heq, kush do më vlerësu, e vlerësoj, kush nuk donë... Ditën e mirë, po. Ditën e mirë, s'kem punë me ta, në kem punë, për rukëtimin e Allahon, se s'kem punë, në këtë punë, por me him mu bo grupë, me medikam, po ju me him mu kënë shëptori i popullit. Që ka ndodhe me pasaj, po? Edhe, kur e pash videon, i thash tonë, më bjere vla në Kosovë në Unsën. Se gjendja kësaj është keq. Se unë e pash me njëherë me lejnë Allahut që e gjinin e kanë trup. Wow. A i tha, Allah tha në gjendja ime ekonomike është shumë keq. S'pu me pru. Thash, tonë, a ka mundësi, thash, më pëjt disa dit të e sëmbot puna mu, mundësijet. Por me shku ti atje? Po ishte gjendja jeme pak. Po, që e kreve më bërbur, po na shqiptarien, po. Edhe, i thash, në atë momentën e parë që më bot mu e ranët pak, unë ka marë për hirtë Allahit edhe besën për të e apë thash që